Ujmbledhësi i Podgorisë, ndërtuar gjatë periudhës së socializmit, kishte fillimisht funksionin kryesor të grumbullimit të ujit për vaditjen e tokave bujqësore në zonën e Maliqit dhe fshatrat përreth. Aso kohe, ky rezervuar ishte një nga burimet kryesore ujore që u shërbente fermerëve në stinën e verës, duke garantuar prodhimtari bujqësore dhe kullota për baktin. Me vendodhje mes luginave dhe kodrinave të buta, ujmbledhësi përveç funksionit praktik ofron një peizazh natyror mbreslënës, i cili me kalimin e viteve nisi të tërhiqte edhe vëmendjen e vizitorëve. Pas rënies së regjimit socialist, rezervuari pësoi degradim të ndjeshëm, duke dalë jashtë funksionit për vite me radhë. Mos i mirëmbajtja e digave dhe mungesa e investimeve çuan në zvogëlimin e sipërfaqes ujore dhe humbjen e funksionit vaditës për tokat e zonës. Pjesë të konsiderueshme të tij nisën të shfrytëzoheshin vetëm si kullota për blegtori dhe për aktivitete të kufizuara rekreative. Por pas vitit 2000, fal ndërhyrjeve të pjesshme dhe vëmendjes në rritje ndaj turizmit natyror, ujmbledhësi i Podgorisë po rikthehet në identitetin e tij të dyfisht, si burim uji për fermerët dhe njëkohësisht si një atraksion turistik. Sot zona frekuentohet nga turistë venas dhe të huaj, që vinë për të shijuar qetësinë, gjelbërimin dhe kaltërsinë që ky ambient ofron. Përveç panoramës natyrore të rrallë, zona përreth rezervuarit ka nisur të përfitojë gjithnjë më shumë nga turizmi ditor dhe agroturizmi, duke u kthyer në një pikë referimi për ata që kërkojnë pushim me natyrë dhe largësinë nga qytetet. Ujmbledhësi i Podgorisë është shembulli se si një vepër inxhinierike e së kaluarës mund të rikthehet në jetë, duke bashkëjetuar me natyrën dhe duke kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm të zonës.